Syprina e sipërfaqes trekëndshme. Rikujtojmë. Syprina e sipërfaqes trekëndshme njësohet me formulën bazë herë lartësi për mbi 2, ku si bazë mund të merret çdo njëra prej brinjve të trekëndshit dhe lartësi segmenti pingulle së hequr nga kulmi përballë mbi këtë bazë. Rasti i veçantë është sipërfaqja e trekëndshit këndrejt në varësi të kateteve të tij. Syprina e sipërfaqes trekëndshit këndrejt është gjysma e prodhimit të kateteve të tij. Ushtrimet që kemi përzgjedhur janë 2, 3, 5 dhe 6. Fillojmë me ushtrimin 2. Njësoni syprinën e trekëndshit dy brinjishëm nëse gjatësia e bazës së tij është 8 cm, kurse gjatësia e krahut është 5 cm. Vëmë re që nga të dhënat mungon lartësia. Për të njësuar lartësinë, shqurtojmë një nga trekëndshat e formuar pasi ajo është e ndërtuar. Vëmë re që trekëndshi i ngjyrosur me të verdhë është një trekëndësh këmbëdrejt. Me që trekëndshi i madh është dy brinjishëm, lartësia është pingull me bazën dhe nga ana tjetër kalon në mesin e saj. Për këtë arsye, lartësia e ndan bazën në dy pjesë të barabarta. Segmenti i treguar në figurë është sa gjysma e bazës dhe luan rolin e katetit të këtij trekëndshi. Gjithashtu, në trekëndësh është dhënë dhe hipotenuza 5 njësi. Në bazë të rrjedhimit të teoremës së Pitagorës, njësojmë katetin tjetër. Sipas formulës shkruajmë: L-ja në katror është e barabartë me brinjën anësore që po e shnojmë B në katror, në rastin ton është hipotenuza e trekëndshit të ngjyrosur, minus katetin tjetër që po e shënojmë A të dytat e gjitha në katror. L-ja në katror pas zvendësimit do t'jetë 5 në katror minus A-ja është 8 për mbi 2, 4 në katror. L-ja në katror e barabartë me 25 minus 16, 9. Vetë L-ja është e barabartë me rrënjën katrore të 9-ës barës me 3 dhe njësia centimetër. Pasi njësuam lartësinë në trekëndshin dy brinjishëm, tani njësojmë syprinën e tij. Syprina është e barabartë me bazë herë lartësi për mbi 2. Kujdes, rolin e bazës e luan segmenti në rastin ton A. Atëherë shënojmë A herë L për mbi 2. Baras. A ne kemi 8 cm, L-ja na doli 3 cm për mbi 2. Duke thjeshtuar 8-ën me 2, 4 herë 3, 12 dhe njësia centimetër katror. Pra, syprina e sipërfaqes trekëndshit dy brinjishëm me të dhënat e ushtrimit e ka vlerën 12 centimetër katror. Kalojmë tek ushtrimi 3. Në trekëndshin barakrahësh ose dy brinjishëm, gjatësia e bazës A është 30 cm, kurse e lartësisë 20 cm. Gjeni gjatësitë e brinjve, bëhet fjalë për dy brinjet anësore dhe lartësive të tjera të trekëndshit. Fillimisht do njësojmë brinjën anësore. Përsëri, duke përdorur të njëjtën mënyrë si edhe tek ushtrimi 2, duke shënuar me B brinjën anësore, në trekëndësh, si edhe më lart, ajo luan rolin e hipotenuzës. Pra në trekëndshin C, H, B, kemi B-ja në katror e barabartë me rolin e njërit katet e luan lartësia H, atëherë H në katror, plus rolin e katetit tjetër e luan gjysma e bazës,
pra ato dytat e gjitha në katror. Pas zvendësimeve kemi b-ja në katror e barabartë me h-ja është 20 në katror plus vetaja është 30, përmbi 2, 15 në katror. Njësin do ta vendosim vetëm në fund. B-ja në katror e barabartë me 20 në katror 400 plus 15 në katror 225. B-ja në katror e barabartë me 625. Vetë b-ja do t'jetë rënja katrore e 625, pra 25 cm. Pasi njësuam brinjën ansore, dhe në këtë rast të dy brinjët ansore janë të barabarta, pasi trekëndshi është barakrahësh apo dy brinjishëm, do të njësojmë lartësitë e brinjëve ansore. Edhe ju vetë mund të tregoni që të dyja lartësitë të ndërtuar nga kulmet e bazës mbi brinjët ansore janë kongruente. Pra shënojmë L1 i barabartë me L2. Mjafton të njësojmë njërën prej tyre. Me që jemi në kapitullin e syprinave të sipërfaqeve shumëkëndshme, edhe te ky ushtrim po e shfrytëzojmë faktin e sipërfaqes. Sipërfaqja e trekëndshit ABC dy brinjishëm mund të vlerësohet pasi njohim elementët e tij që janë baza dhe lartësia. Atëherë shënojmë sipërfaqja e trekëndshit është e barabartë me A-ja që është 30, që shumëzon lartësia 20 përmbi 2. Njësin do ta vendosim vetëm në fund. Sipërfaqja e trekëndshit është e barabartë me, duke thjeshtuar 20-ën me 2-shin, ngelet 30 herë 10, pra 300 dhe njësia është centimetër katror. Sipërfaqja e trekëndshit ne do të na shërbejë për të njësuar dhe lartësinë mbi brinjën ansore. Po e shprehim tani sipërfaqen e trekëndshit në varësi të brinjës ansore, po marrim brinjën ansore AC, që shumëzon lartësinë mbi këtë brinjë në figurë të shënuar L1 përmbi 2. Dhe nga ana tjetër, kjo vlerë është e barabartë me 300 dhe njësia centimetër katror. Duke zvendësuar vlerën e AC-s 25 cm, atëherë kemi 25 që shumëzon L1 përmbi 2 e barabartë me 300. Nga ky barazim nxjerrim L1. L1 do t'jetë e barabartë me 300 herë 2 përmbi 25. 600 përmbi 25 është e barabartë me 24 dhe njësinë e kemi centimetër. Edhe L2-shi, siç e tha më lart, është përsëri 24 centimetër. Këtu përfundojmë dhe zgjidhjen e ushtrimit 3. Kalojmë në ushtrimin 5. Njësoni perimetrin e figurës. Kujdes, kemi një figurë të një sipërfaqe shumëkëndshme, gjithashtu edhe syprinën e saj në kërkesën e dytë B. Fillojmë me kërkesën e parë. Shohim në figurë që kemi disa element të cilat mungojnë. Janë segmenti X dhe segmenti Y. Nga figura shohim që pjesa e figurës e ngjyrosur me ngjyrë të verdh është një drejtkëndësh dhe brinjët e përballta të tij janë të barabarta. Nga njëra anë, brinja me gjatësi më të madhe është 11 njësiose centimetër dhe brinja përballë saj e barabartë me të do të jetë 4 plus 2 plus y. Nga ky barazim ne gjejmë y-in që do dalë 11 minus 6, 5 njësi ose 5 cm. Pasi njësuam y-in në trekëndshin e ngjyrosur me të bardhë, në bazë të teoremës së Pitagorës do gjejmë x-in i cili në këtë trekëndësh luan rolin e hipotenuzës. X-i në katror është i barabartë me, kujdes, kateti është i barabartë me brinjën e katrorit, pra është 4 njësi,
në katror plus y në katror. Me që y-in pak më lartë e treguam që është 5 njësi, atëherë do të thojmë 5 në katror. X-i në katror do të jetë i barabartë me 16 plus 25. Vet x-i në katror del i barabartë me 41 dhe nga kjo x-i është rrënja katrore e 41-shit. Tani vazhdojmë të njësojmë perimetrin dhe më pas sipërfaqen. Dim që vlera e perimetrit gjendet si shuma e gjatësive të gjithë prinjve të tij. Shohim me kujdes shumëkëndshin e përftuar. Fillojmë nga brinja me gjatësi më të madhe që është 11 njësi. Plus 6, vazhdojmë plus 4, plus 4, plus 4, pra 3 herë 4. Plus 2, vazhdojmë të trekëndshi këndrejt, 4 plus x. X-i na doli rrënja e 41-shit, plus segmenti i fundit që është përsëri 6. Fillimisht bëjmë shumën e numrave të plot. 11 plus 6, 17. Plus 12, 3 herë 4, 12. 17 plus 12, 29. Plus 2, 31. Plus 4, 35. Plus 6, 21. Plus, kujdes, rrënja e 41-shit. Vazhdojmë me kërkesën e dytë. Po punojmë me një ngjyrë tjetër për dallim, atëherë kërkesa B. Njësohet vlera e syprinës së sipërfaqes së figurës. Vëmë re që syprina e saj është formuar nga shuma e 3 syprinave. Drejtkëndshe, po e shënojmë S1, katrore, po e shënojmë S2, dhe trekëndshi këndrejt, po e shënojmë S3. Duke zvendësuar tek çdo njëra prej tyre kemi S1-shi, sipërfaqja e drejtkëndshit është prodhimi për masave të tij, 11 herë 6, 66, plus sipërfaqja e katrorit është 4 në katror, 4 në katror, 16, plus, kujdes, trekëndshi këndrejt, prodhimi kateteve për mbi 2. Y-ni na doli 5, atëherë 5 herë 4, 20, për mbi 2, 10. Baras, 66 plus 10, 76, plus 16, 92, dhe njësia është centimetër katror. Kalojmë tani te kushtrimi numër 6. Syprina e sipërfaqes katrore në figurën e më poshtme është një njësi katrore. Sa është syprina e secilës pjesë të sipërfaqes katrore? Duke nënkuptuar që numrat na tregojnë syprinën e sipërfaqes, atëherë thjesht po i shënojmë A, B, C deri në fund L. Çfarë vëmë re? E gjithë njësia katrore është ndarë fillimisht në 4 pjesë të barabarta. Atëherë shënojmë 1/4 formon çdo katror i vogël. 1/4 e. Vëmë re që sipërfaqja A formon gjysmën e 1/4. Atëherë 1/4 herë 1/2 baras 1/8 dhe njësia thjesht njësi katrore. Po e shënojmë tek e para dhe të tjera do i nënkuptojmë pa i shënuar. Për të njëjtën arsye edhe B-ja është e barabartë me A. Kalojmë tek C-ja. Çfarë vëmë re? Vëmë re që 1/4 e gjithë katrorit është ndarë në. Vëmë re, D-ja formon 1/4 e katrorit të vogël, këti me të verdh, dhe C-ja formon 3/4 e tij. Atëherë shënojmë 1/4 herë
3 të katërtat. Pra do dalë 3 të 16. D-ja, si kurse e tregua më lartë, është 1/4 herë, kujdes, formon 1 të katërtën. Është e barabartë me 1/16. Shohim N. E, P, G formojnë të gjitha bashkë 1 të katërtën e njësisë katrore. Po të vëmë re, E dhe F janë të barabarta, ndërsa G-ja është dyfishi i tyre. Pra E-ja është e barabartë me F-n dhe janë 1/4 herë 1/4. Barës përsëri 1/16 njësi katrore. G-ja është dyfishi i tyre. Atëherë shënojmë, G-ja është 2 të 16 ose direkt 1/8 njësi katrore. Kalojmë tek H. 1/4 e kujt? Vëmë re që vetë H-ja formon, po të shohim me kujdes, 1 të katërtën e gjithë katrorit ose 1 të katërtës së katrorit të madh. Atëherë 1/4 e 1/4 barës me 1/16. I-ja dhe J-ja janë të dyja të barabarta dhe janë të dyja sa gjysma e H-s. Atëherë gjysma 1/16 është 1/32. K-ja dhe L-ja janë përsëri të dyja të barabarta dhe po të shohim janë sa dyfishi i J-s ose i I-s. Atëherë shkruajmë K barës me L barës me 1/16. Dhe tek të gjitha e kemi njësi katrore. Këtu përfundojmë dhe ushtrimin 6 dhe të fundit.